Rreth 1444 maturantë në qarkun e Shkodrës do t'i nënshtrohen sot provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, një nga provimet më të rëndësishme të maturës shtetërore. Drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit Birsela Kadia bën të ditur se janë marrë të gjitha masat për zhvillimin normal të provimit, ndërsa janë 7 nxënës me aftësi të kufizuara që do të testohen në kushte të përshtatura sipas nevojave të tyre. Tashmë ka filluar provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, provimi i dytë i maturës shtetërore, i cili po administrohet tashmë brenda gjitha procedurave dhe rregullave të përcaktuar nga Ministria e Arsimit, duke filluar që nga certifikimi i ambienteve, marrja në dorëzim e materialeve të provimit, administrimi i materialeve të provimit nga Policia e Shtetit gjatë natës dhe pastaj të nesërmen hedhja e shortit, pra që përkon pikërisht me ditën e sotme, hedhja e shortit në prezencë të përfaqësuesve të Ministrisë dhe shpërndarja e administratorëve të provimit në qendrat e provimit. Kemi 22 institucione arsimore sërish të përfshira në provimet e maturës shtetërore dhe konkretisht po në këtë provim, që janë publike, private, profesionale, të përqendruara në 6 qendra provimi. Vazhdojmë të ruajmë të njëjtin standard që asnjë institucion arsimor nuk e zhvillon provimin në të njëjtën godinë ku ka zhvilluar mësimin gjatë 3 viteve të gjimnazit, në mënyrë që të sigurojmë një standard të lartë sigurie dhe të vazhdojmë të ruajmë edhe standardet sipas certifikimeve që janë bërë gjatë kohës përpara se të fillojë provimi. Kemi sërish mbi 160 administratorë të përfshirë në këtë proces që me shumë përgjegjësi dhe korrektesë po e menaxhojnë procesin. Vazhdojmë të ruajmë me prioritet përfshirjen në provim të nxënësve me aftësi të kufizuara. Kemi 7 nxënës të përfshirë në këto 6 qendra të provimit, të cilët kanë mësuesin e dedikuar dhe një ambient të dedikuar në mënyrë që të zhvillojnë provimin në qetësi të tyre të plotë. Kemi 1400 sërish, 1400 maturantë të përfshirë në këtë provim. Kadia theksoi gjithashtu se provimi i parë është zhvilluar pa asnjë problematik, duke mos u konstatuar asnjë incident që lidhet me administrimin e tezave apo me maturantët. Absolutisht nga Shkodra nuk ka dalë asnjëherë teza as në vitet e mëparshme, por sigurisht standardet e sigurisë janë të mirë përcaktuara dhe të mirë zbatuara nga të gjithë aktorët. Për hir të së vërtetës, standardi i Shkodrës vazhdon të jetë në ato nivele që ne kemi dhe shpresoj që vazhdojmë ta ruajmë edhe në këtë provim dhe në ato pasardhëse. Ndryshe nga viti i kaluar kur ishin 1430 maturantë, këtë vit provimeve të maturës shtetërore në Shkodër do t'i nënshtrohen 1444 nxënës ose 14 më shumë.